Do thot, duhet sport, a shkon ky dhe lunë kemi ne në Kosovë një lojë guxhas që themi, Sali Berisha çdo ditë lunë guxhas atje brenda spakut, e fyn spakun, e fyn Altin Dumanin. Po edhe çka nuk flet. Edhe Partia Socialiste ka vajtur dhe ka protestuar përpara prokurisë posaçme, i ka bllokuar edhe makinat prokurorëve, zoti Zeka. Pra, unë po them asnjënën palë nuk e mbështes, në mënyrë absolute, por askush nuk ka lujt me drejtësinë në përmasat e të mallit Sali Berisha. Deri edhe autoincizimet, ky si ekspert, do më thonë duke posedu laboratorin e tij në banesën e tij, tha këto janë falc. Tha nuk është gjuhë, askush nuk ka gjuhë nga kryeministria. Çka nuk dëgjon nga goja e këtyre politikanëve. Për fatin e zi, që më dhimen vajzat e mia, që kam edhe nusën edhe vajzat nga Tirana, për fatin e zi të fëmijëve tonë, dhe vetëm drejtarët e oksigjenit, po e shohin me ik nga Shqipëria, nga Kosova. Për këtë më dhem shpirti, se për tjerat, në rrotësamës këta, do thotë që i kanë bosh, dëgjoni pjavëthan një fjali po e mbyllej. E kam thonë para shumë vite në Top Channel, në qoftë se Enver Hoxha ja ka lujt nënën Shqipnis për 50 vjetë. Ju lutem, zoti Zeka, ju lutem. Klasa politike, mbas viteve 90-ta, Shqipnisja ka lujt edhe babën. Ju lutem, zoti Zeka, ju lutem. Se fillon gjoba nga ama, pastaj. Ju lutem, zoti Zeka. Fola, u shpreha anglisht, hiç mos tanin se kisha ditë me përdorë. Zeka, se këtu ka gjoba nga institucionet, fillojnë gjobat për Jo, hiç, me fal me pos, hiç mos tanin se institucionet e din që këte që po dëgjo, po të ketë institucion sikur ama, po të ishte ama funksional, çdo mbrëmje do t'i denonte politikant ton se si shprehen në për studio televizive në Tiranë. Zoti Zeka, s'ka nuk thojnë. Okej, megjithatë zoti Zeka, prej vitesh është Edi Rama në pushtet, për 21 janarin Spaku diku shpalli mos kompetencën, ndërkohë që Meta dha dorëheqjen për videoincizimin atëherë Meta prifti dhe duket sikur i gjithë problemi shkon tek zoti Berisha. Pse mendoni që problemi është sot Sali Berisha? Jo, unë mendoj që problemi kryesor është mos funksionimi i drejtësisë, sepse sikur të donte Spaku me konfisku ose me izbardhë përgjimet, mesazhet e Bamir Topit, të Lulzim Bashës, të Shkelqim Hajdarit, të Ina Ramës edhe të Sali Berishës, të këtyre 5 personave ka herë ishte harru 21 janari. Jo, Sali Berisha nuk ka faj fare, edhe ai që po e vret gruan midis rruge, po shkon atje po thotë s'jam i fajshëm, e ka vro gruan me 10 pluma. Po si lexohet atëherë, përpos faktit që drejtësia ka bërë gjithë këto goditje, ka goditur zëvendës kryeministrin Ahmetaj, kryetarin e bashkisë Veliaj, njësër kryebashkiakësh të tjerë të Shqipërisë, ndërkohë që korrupsioni vazhdon edhe rritet. Thash është shëndru në kulturë, i ke drejtor të bashkive që unë një me emra mbi emra. Kur kanë hy në bashki Tiranës, Vlorës, në për bashki, kanë qenë super fukarenj, kanë dalë super milioner. Do thot, sot në Shqipëri, je i ndershëm, je burri zoti, edhe brenda familjes në qoftë si e hajdut. Për shembull, në Shqipëri e në Kosovë nuk krahasohet i miri, nuk i thuhet një gazetari, bravo të qoftë që nuk je mash e asnjë partie politike. Sot në Kosovë e në Shqipëri merret model, gazetari keq, moderatori keq, analisti keq, politikani keq, mjeku i keq. Për shembull, ti ndërkrimet më të mëdha sot në Shqipëri e ke në sistemin e shëndetësisë. Shkon në një spital privat, ke problem vetëm me një gisht dhe kur kalon mesin e 20 analiza pagun 400-500 euro. A nuk është ky krim? Është krim. Është krim. Krim në shëndetësi, krim në arsim, çdo ku ju ka tek lloj analfabeti ka kriju shkolla private, lloj analfabeti ka kriju kolegje e universitete private, nuk ka krim më i madh.
është ma krim me kriju analfabet me diploma, se sa në afekt me vrani njeri. Po, çfarë